Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku edicionin e lajmeve. Është ndaluar në Tiranë një person që dyshohet se ka ndihmuar autorin e vrasjes së 58 vjeçarit Renato Hoxhaj pak ditë më parë në Vlorë. Igli Çelmeta do të na informoj më tepër. Igli, përshëndetje. Përshëndetje Ola, po është vërtet mbrëmjen e djeshme policia ka ndaluar një person i cili dyshohet që është personi që i ka dhënë makinën autorit të dyshuar të vrasjes së 58 vjeçarit në Vlorë Renato Hoxhaj. Policia e shtetit ka ndaluar shtetasin Erlis Mehmeti me origjinë nga Tropoja, i cili akuzohet nga policia e shtetit për veprën penale sigurimi kushteve për të kryer vrasje. Sipas të dhënave paraprake nga grupi hetimor, dyshohet se Erlis Mehmeti i ka dhënë një makinë autorit që ka vrarë Renato Hoxhaj në Vlorë. Policia e Vlorës ka identifikuar makinën me të cilën lëvizi vrasësi, ndërsa mjetit është ndruar edhe targat të cilët dyshohen se janë të vjedhura. Ndërkohë, një prej vrasësve, pra autori ekzekutori i dyshuar i 58 vjeçarit, dyshohet që është larguar jashtë territorit shqiptar, jashtë Greqisë pas krimit. Erlis Mehmetajt, pra i cili u arrestua mbrëmjen e djeshme nga policia, i është sekustruar edhe një telefon celular ku janë gjetur të dhëna dhe informacione të rëndësishme për grupin hetimor për identifikimin e autorit të kësaj ngjarje. Sa i përket autorit të ngjarjes, është zbuluar edhe një foto momentet pas krimit ku duket që autori ka qenë i maskuar dhe grupi hetimor ka dyshime të forta që autori i vrasjes ka vendosur një maskë silikon, pra një maskë fytyre, po ashtu ka vendosur edhe një maskë anti-Covid dhe një kapele për t'u maskuar. Dyshohet se ka vendosur edhe bark artificial. Të gjitha këto veprime nga autori dyshuar i vrasjes, pra ekzekutori, grupi hetimor dyshon se janë bërë për të vështirësuar pra identifikimin e këtij të fundit edhe nëse kapet nga kamerat e sigurisë. E kuptoj. Igli, ndërkohë janë zbuluar detaje të reja në lidhje me atentatin në Lundër, apo jo, ku mbetën të plagosur 4 persona. Për çfarë bëhet fjalë? Hetimet e thelluara në drejtimin e prokurisë së Tiranës dhe policisë së Tiranës kanë zbuluar detaje të reja lidhur me atentatin e rënë të datës 17 prill, i cili ndodhi në Lundër të Tiranës. Grupi hetimor ka përftuar disa ADN mikse pas analizave laboratorike dhe po bëhen krahasimet për të zbuluar autorët e dyshuar. Por si u zbuluan këto ADN mikse nga grupi hetimor? Burime për News 24 nga grupi hetimor bën me dije se në vendin e ngjarjes, pra ku ishin fshehur autorët, janë gjetur disa sende si çanta, doreza dhe pinca. Pra janë të 3 sende ku janë përfituar pra ADN nga grupi hetimor. Dyshohet se pincat janë përdorur për të prerë telin e rrethimit ku ishin fshehur me motor autorët, dhe kjo është konfirmuar edhe nga pamjet filmike që ka sekustruar grupi hetimor. Po ashtu hetuesit janë fokusuar në zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë vetëm tek sekustrimi dhe shqyrja e kamerave të sigurisë, jo vetëm në zonën që ka ndodhur ngjarja, por në disa vende të tjera në Lundër, por edhe në disa fshatra të tjera ku dyshohet që kanë lëvizur shumë ditë para ngjarjes autorët me motorin e dyshuar që përdorën gjatë krimit. Sekustrimi i këtyre kamerave të sigurisë dhe këqyrja e pamjeve filmike mund të sjellë prova të rëndësishme për grupin hetimor, të cilët kanë të dhëna dhe informacione që autorët e dyshuar të ngjarjes nuk kanë lëvizur vetëm një ditë para ngjarjes, por shumë ditë para ngjarjes, ku kanë studiuar terrenin, jo vetëm në vendin e ngjarjes, pra në Lundër, por edhe në vendet e tjera ku kanë lëvizur me automjet, por ka dyshime të forta nga grupi hetimor dhe nga dhënat e përfituara dhe nga rrugë operative që autorët e dyshuar edhe në ditët më parshme kur kanë lëvizur me motor kanë qenë të armatosur me armë vete. Igli, faleminderit. Faleminderit juve. Në raportin paraprak të OSB-e Odirit për fushatën zgjedhore në Shqipëri konstatohet se mjedisi politik ka një shkallë të lartë polarizimi dhe mosbesimi, sidomos mes 2 partive kryesore. Nga vëzhgimi në terren nga 1 prilli deri 21 prill, misioni i Odirit vëren se ka patur shqetësime për përdorimin e aseteve shtetërore në fushat, si dhe për presionin ndaj nënpunësve civile apo edhe për ndikim të padrejtë ndaj votuesve. Raporti vë në duke faktin se për herë të parë në këto zgjedhje do të votojnë zgjedhësit nga jashtë vendit. Misioni vëzhgues i OSB-e Odirit ka publikuar raportin paraprak për fushatën e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, pas vëzhgimeve që përkojnë me periudhën nga 1 deri në 21 prill 2025. Raporti konstaton se mjedisi politik karakterizohet nga një shkallë e lartë polarizimi dhe mosbesimi mes 2 partive kryesore. Sulmet personale mes liderëve të partive kryesore janë të zakonshme, përfshirë edhe online, thuhet në raportin e OSB-s. OSB-e Odiri, duke i konsideruar këto zgjedhje si moment të rëndësishëm për vendin, thekson se po zhvillohen pas ndryshimeve që psoi sistemi zgjedhor dhe se për herë të parë do të realizohet votimi i zgjedhësve nga jashtë vendit.
Ndërkohë që janë adresuar disa rekomandime të Odirit, siç është ndryshimi i pragut kombëtar për kandidatët e pavarur dhe ndalimi i mundësisë për drejtuesit e partive politike që të kandidojnë në disa qarqe, shumë rekomandime të mëparshme të Odirit mbeten të pazbatuara, thuhet në raport. Po ashtu misioni vëzhgues thekson se gjatë kësaj periudhe trejavore që kanë ndjekur nga afër zhvillimet që lidhen me zgjedhjet, ka pasur shqetësime për përdorimin e burimeve shtetërore në fushat. Përdorimi i burimeve shtetërore dhe zhvillimi i fushatës brenda institucioneve publike janë të ndaluara, por vazhdojnë të ekzistojnë shqetësime lidhur me presionin ndaj nënpunësve civil, ndikimin e padrejtë ndaj votuesve dhe keqpërdorimin e aseteve publike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë një numër të madh ankesash për shkelje të rregullave të fushatës dhe vazhdon të monitorojë aktivisht respektimin e tyre, duke përfshirë dhe aktivitetet online të 50 institucioneve publike. Vion në raporti, vëzhguesit e USB-s po ashtu nënvizojnë se zgjedhjet parlamentare të 11 majit janë një tjetër provë e rëndësishme për zhvillimin e proceseve dhe institucioneve demokratike të Shqipërisë, veçanërisht në kontekstin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Si pozitive vlerësohen në raport fushata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për edukimin e votuesve në tërësi dhe sidomos për ata që jetojnë jashtë vendit, si dhe vendimi për të zgjatur vlefshmërinë e dokumenteve të skaduara të identifikimit me qëllim që t'u jepet mundësia të gjithë votuesve të përfshirë në lista të ushtrojnë të drejtën e votës. Raporti vëren se janë prezantuar ligje dhe udhëzime për mbrojtjen e të dhënave personale të votuesve, si dhe autoritetet kanë bërë thirrje për vigjilencë kundër keqpërdorimit të dhënave personale gjatë fushatës. Në raport është përfshirë edhe ngritja nga ana e SPAK e Task Force-s për hetimin e krimeve zgjedhore, si dhe e një platforme online për denoncimet nga publiku. Kur mbeten më pak se 2 javë nga dita e zgjedhjeve, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Celi Bashi deklaroi se vëmendja ndaj hetimit të krimeve zgjedhore është rritur. Gjatë një konferencë për shtyp, Celi Bashi u pyet edhe për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike në SBA, duke theksuar se çdo parti politike ka detyrim të paraqesë shpenzimet 60 ditë pas zgjedhjeve. Institucionet ligjzbatuese kanë shtuar vëmendjen sa i takon hetimit të krimeve zgjedhore. Konfirmimi vjen nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celi Bashi, i cili theksoi se për gjatë ditëve në vijim pritet të bëhen publike informacione konkrete. Për çështjet që lidhen me hetimin penal janë përgjegjës dhe ata e dinë shumë mirë, qoftë SPAK që prokuroria e përgjithshme për të dhënë informacione. Ndoshta në ditën e vijim mund të ketë informacione më konkrete dhe më të detajuara, por qarta si duket që ka vëmendje të shtuar në lidhje me këtë problematikë. Dhe kjo është gjë e mirë, pozitive. I pyetur nga gazetarët mbi kontratën e Partisë Demokratike për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Celi Bashi tha se demokratët ende kanë kohë për të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke shtuar se për momentin institucioni që drejton nuk ka asnjë detyrim për ta kërkuar kontratën përkatëse. Nuk ka asnjë detyrim për këtë subjekt, por dhe për çdo subjekt tjetër që të depozitojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë moment dokumente të cilët tregojnë mbi të ardhurat dhe shpenzimet e tyre si subjekt zgjedhor. Që do të thotë ne nuk e kemi këtë kontratë dhe nuk kemi asnjë lloj detyrimi tej spekulimeve që bën dikush për t'ia kërkuar Partisë Demokratike në këtë moment. Kanë afat, sikur se thash, deri në 60 ditë përpara pas shpalljes rezultatit përfunditar të zgjedhjeve. Në momentin që do ta kemi këtë kontratë, do t'japim dhe gjykim dhe vlerësimin ton për këtë dokument. Procesin e shpërndarjes së fletëve të votimit tek shqiptarët e diasporës, Celi Bashi e vlerësoi pozitivisht. Nuk kemi probleme të mëdha në gjykimin dhe vlerësimin tim. Edhe nga raportimet që marrin nga partitë politike, rastet janë sporadike, nuk kemi një sistem i cili po dështon. Kemi një sistem i cili funksionon, por ka probleme. Kryekomisioneri bëri këto deklarata pas zhvillimit të testimit të operacional të pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik, proces që do të shtrihet në qendrat e votimit të njësisë të jetë në Tiranë dhe ato që do të vendosen në Bashkinë Vorë. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela thotë se prokuroria ka një numër çështjesh në dorë dhe se po kryen verifikimet në lidhje me zgjedhjet e 11 majit. Pas raportimit vjetor në KLP, Çela shpreu shqetësimin për numrin e ulët të prokurorëve, ndërsa denoncimet janë rritur. Rreth 10 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela tha se struktura e ngritur pranë KQZ-s synon të adresojë të gjitha problematikat dhe bashkërendimin institucional.
ka një numër çështësh të cilat janë duke u kryer verifikime në fazën e kallëzimeve apo që janë regjistruar procedime penale, ndërkohë që ka edhe një ndërveprim pozitiv mes prokurorisë posaçme dhe prokurorive të rrethave gjyqësore, sa i përket shkëmbimit të informacionit dhe nisjes në kohë reale të hetimeve. Kemi ofruar mbështetje dhe në infrastrukturë prokurorisë posaçme, në mënyrë që prokurorët dhe hetuesit e byros të kenë hapësira në godinat e prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm, në mënyrë që të ushtrojnë aktivitetin përgjatë periudhës zgjedhjeve deri në përfundim të procesit zgjedhor. Gjatë raportimit vjetor pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Çela theksoi se gjatë vitit 2024 është rritur me 10% numri i kallëzimeve, por shqetësim sipas tij mbetet numri i ulët i prokurorëve në organikën e prokurorisë. Në vitin 2024, numri faktik i prokurorëve në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm ka qenë 209. Ky tregues evidenton strukturën faktike me 65% të prokurorëve, kundrejt numrit organik prej 321 prokurorësh dhe mungesën e 35% të numrit të prokurorëve. Në këtë vështrim, gjendja e numrit faktik të prokurorëve sipas niveleve të prokurorive ka qenë 185 prokurorë në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë ose 98 prokurorë më pak krahasuar me numrin organik dhe 11 prokurorë si 2 ndihmës magjistrat në prokurorinë e përgjithshme ose 7 prokurorë më pak se numri organik, 61% e strukturës organike. Prokurori i përgjithshëm shprehu shqetësimin për përdorimin e lartë të masës së arrestit me burg nga ana e gjykatave të shkallës së parë. Sipas tij, prokurorëve u është kërkuar që të jenë më të kujdesshëm dhe të balancuar me kërkesat për masa të tilla, por kjo kërkesë sipas kreut të prokurorisë nuk është reflektuar. Efekti financiar i gjyqtarëve të shkarkuar nga KPK që presin vendimin e kolegjit të posaçëm të apelimit për llogaritet në 100 milion lekë. Sipas ligjit, gjyqtarët e shkarkuar që presin vendimin e KPA-s mbajnë statusin e gjyqtarit për shkak të pezullimit, duke përfituar 70% të pagës. Gjyqtarët e shkarkuar gjatë rivlerësimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe që mbeten të pezulluar, po i kushtojnë shtrenjtë xhepit të shtetit. Në raportin përmbledhës të Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2024, thuhet se efekti financiar nga nisja e procesit të rivlerësimit e deri më 31 dhjetor 2024 llogaritet 100 milion lekë. Rezulton se që nga fillimi i procesit të rivlerësimit kalimtar me vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit janë shkarkuar nga detyra në total 144 gjyqtar, me një efekt financiar në shumën 965,7 milion lekë. Deri në 31 dhjetor 2024, gjyqtarët e shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit që presin zhvillimin e procesit në kolegjin e posaçëm të apelimit, mbajnë statusin e gjyqtarit për shkak të pezullimit, duke përfituar sipas ligjit 75% të pagës. Nga të dhënat që disponon Drejtoria e Burimeve Njerëzore, sistemi gjyqësor gjatë vitit 2024 ka funksionuar me pothuajse 66,6% të kapacitetit të tij. Policia ka vendosur në pranga 5 persona që dyshohet se morën peng një 68 vjeçar dhe përmes shantazhit me jetën e tij morën bashkëshortes një shumë prej 20 milion lekësh të vjetra. Detajet e ngjarjes së rënd do të na i përcjell Igli Çelmeta. Përshëndetje Igli. Përshëndetje sërish Ola. Ditën e djeshme një pengmarrje ka ndodhur në kryeqytet, kur pas hetimeve nga policia e Tiranës janë arrestuar 5 persona si autor të pengmarrjes së një shtetasi 68 vjeçar. Sipas policisë së Tiranës, 3 shtetas të identifikuar nga policia e Tiranës dhe të arrestuar po ashtu ditën e djeshme kanë marrë me forcë në një automjet në rrugën George Bush, një 68 vjeçar dhe e kanë mbajtur peng në një banesë të braktisur në fshatin Kakunj. 68 vjeçari me iniciale EA dhe më pas kanë telefonuar bashkëshorten e tij të fundit ku i kanë kërkuar një shumë prej 20 milion lekësh të vjetra duke shantazhuar me qëllim lirimin e bashkëshortit të saj. Më pas, bashkëshortja e 68 vjeçarit ka shkuar në Shauk dhe i ka dhënë shumën e parave të njërin nga pengmarrësve dhe më pas policia e shtetit ka kryer të gjitha veprimet duke sekuestruar pamjet filmike dhe kamerat e sigurisë në momentin e marrjes peng dhe futjes në automjet të 68 vjeçarit dhe në momentin ku autorët e dyshuar kanë marrë dhe shumën e parave. Më pas, policia ka arrestuar të 5 persona të përfshirë në këtë pengmarrje dhe ka sekuestruar edhe një shumë të parave rreth 17 milion lekë
të vjetra. Sa i përket shkaqeve të konfliktit që mund të ketë pasur 68 vjeçari me personat të cilën e kanë marrë peng, burime nga grupi hetimor bën me dije dhe ka dyshime se një nga autorët ka pasur konflikt me 68 vjeçarin sepse ky i fundit mund t'i ketë ngacmuar bashkëshortën dhe për këtë arsye e kanë mbajtur peng dhe më pas e kanë shantazhuar për ta lënë të lirë duke i kërkuar një shumë paras bashkëshortës së tij të fundit. E kuptoj. Dakor, faleminderit Igli. Faleminderit juve. 7 vjetë pas vrasjes së Antonio Karafilit në periferi të Voskopojës, prokuroria e Korçës ka zbardhur ngjarjen ku ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për ish partnerin e 18 vjeçarit Kejsi Spahillarin. Sipas hetimeve, vajza në bashkëpunim me Recep Vathin, me të cilin kishte një lidhje paralele, mbytën 18 vjeçarin me çarçaf dhe e varën në pemë duke inskenuar ngjarjen si vetvrasje. Zbardhet pas 7 vitesh vrasja e Antonio Karafilit në Voskopoj. Hetimet e prokurorisë kanë zbuluar se autori e vrasjes është Kejsi Spahillari, për të cilën gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Edhe pse ngjarja u regjistrua dhe hetua si vetvrasje, pasi 18 vjeçari Antonio Karafili u gjeti varur me çarçaf në një pemë në periferi të fshatit Voskopoj, prokuroria vjoi hetimin duke mbledhur prova dhe vlerësuar indicjet të cilat implikonin në ngjarje partnerin e Antonios, Kejsi Spahillari dhe të dashurin e saj, Recep Vathi. Nga të dhënat dhe provat biologjike, rezulton se Recep Vathi dhe Kejsi Spahillari kanë mbytur me çarçaf Antonio Karafilin dhe më pas e kanë varur në pemë duke inskenuar vetvrasjen e të riut. Motivi i krimit dyshohet të jetë lidhja paralele që Kejsi Spahillari kishte me viktimën dhe Recep Vathin. Pas krimit, Spahillari emigroi në Kanada, ndërsa në gusht të vitit 2024, Recep Vathi vrau veten. Nëna e Kejsi Spahillarit, Ana Spahillari, hedh poshtë akuzat ndaj Sobiës, duke e cilësuar sajes të gjithë historinë. Kejsi nuk ka lidhje fare. Ata ishin në Korçë, kishin pasur një grindje, që ngjitur në Voskopojë, kishin dashur të zbrisnin, ai nuk kishte dashur mbas grindjes, dhe Kejsi kishte lënë aty, kishte pritur për që ta i të vinte, nuk ishte erdhur, kishte zbritur, kishte marrë të emën dhe të vllajt. Duke i thënë që nuk do të zbres. Kur vajtën e kanë gjetur. Ata nuk thanë që ishte i shtrirë ashtu siç ata pretendojnë, por vetë jam ata që e nglitën peshë që prem çarçafin, jo e gjetën me këmbë në tokë. Dëmoshetën një sajesë. Prokuroria e Korçës ka nxjerr urdhrin e arrestit për Kejsi Spahillarin, ndërsa gjykata e Korçës caktoi masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për akuzën e vrasjes me dashje në bashkëpunim. Pas kësaj pritet që prokuroria e Korçës të procedojë me urdhër arrestin ndërkombëtar për Kejsi Spahillarin, e cila prej disa vitesh jeton në Kanada dhe ka krijuar familje. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka çuar për gjykim ndosjen ndaj avokatit Radovan Çela, pjesë e dosjes së njohur si Toyota Yaris. Avokati Çela akuzohet për korrupsion dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj funksionarëve të drejtësisë, pasi dyshohet se ofroi para për të hequr sekuestron e pasurive të Suel Çelës në Elbasan. Avokati u dorëzua pak kohë më parë në polici, çka bëri që gjykata të rihapte dosjen dhe çuarjen e tij për gjykim. Hetimi i SPAK nisi pas të dhënave nga platforma e komunikimeve Sky ECC dhe që lidhet me sekuestrimin e 3.4 milion eurove të fshehura në 2 automjete tip Toyota Yaris në portin e Durrësit, një çështje e cila ka përfshirë disa emra të njohur të drejtësisë shqiptare. Në total janë 8 episode ku është evidentuar ndërhyrja e anëtarëve të grupit kriminal, përfshirë avokatin, duke ofruar dhe premtuar përfitime të parregullta për të ushtruar ndikim të funksionarëve të drejtësisë me qëllim lehtësimin e pozitave ligjore. Një incident është regjistruar këtë të martë në zonën e Alidemit në Tiranë, sipas policisë një i ri është përfshirë në një sherr me një tjetër të ri në këtë zonë. Pas konfliktit, i riu është larguar dhe ka njoftuar të atin. Të dy janë kthyer më pas në vend ngjarje, ku pasi ka ndodhur edhe përplasja, dhe gjatë konfliktit, sipas policisë është dëmtuar dhe xhami i zyrës së një subjekti elektoral. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim Arjan Telhallarin dhe djalin e tij pas janë konfliktuar me një të ri në ambientet e zyrës elektorale të PSD-s në zonën e Alidemit. Në deklaratën zyrtare, policia thotë se rreth orës 14 në sallën operative ka ardhur një telefonat se në rrugën Alidemi kishte një konflikt midis disa shtetasve në ambientet e një zyre elektorale. Më tej policia sqaron se gjatë kthyrjes së vendit të ngjarjes,
Është konstatuar i dëmtuar dyshohet me sende të forta, xhami i zyrës së subjektit elektoral. Sipas policisë nga kqyrja e vendit të ngjarjes janë gjetur 2 fishek. Policia njofton se shtetasit e përfshirë në konflikt janë larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet. Sipas policisë, një njeri është përfshirë fillimisht në një sherr me një tjetër të ri në këtë zonë. Pas konfliktit i ri është larguar dhe ka njoftuar të atin Arjan Tel Hallari, ky i fundit në gjendje të dehur. Më pas të dy janë kthyer në vendin e ngjarjes për të kërkuar djalin tjetër, por nuk e kanë gjetur në lokal. Gjatë kërkimeve ata kanë mësuar se i riu ndodhej në zyrën elektorale dhe më pas janë futur brenda duke shkaktuar përplasje fizike. Sipas policisë, Arjan Tel Hallari ka qenë i armatosur dhe gjatë përplasjes i ka rënë në tokë disa fishek të pashpërthyer. Lidhur me incidentin ka reaguar zyrtarisht Partia Socialdemokrate duke theksuar se incidenti nuk ka të bëjë me zyrën e saj. Ajo ka mohuar çdo përfshirje në konfliktin e ndodhur duke theksuar se ngjarja ka ndodhur pranë zyrës, por nuk ka asnjë lidhje me ambientin apo aktivitetin e tyre politik. Ngjarja e ndodhur këtë mesditë në rrugën Ali Demi nuk ka asnjë lidhje me zyrën tonë elektorale apo me aktivitetin e Partisë Socialdemokrate. Asnjë nga antarët apo simpatizantët tanë nuk ka qenë i përfshirë në konfliktin në fjalë, thuhet në reagimin e PSD-s. Partia e drejtuar nga Tom Doshi ka dënuar gjithashtu çdo akt dhune dhe ka bërë thirrje që institucionet kompetente të zbardhin plotësisht rrethanat e incidentit. Një automjet u përplas me një autobus udhëtarësh mëngjesin e së mërkurës në aksin kombëtar Elbasan-Peqin, ndërsa një person mbeti i plagosur. Aksidenti ndodhi në vendin e quajtur Vidhas, ku si pasojë e përplasjes së fortë autobusi përfundoi përmbysur në anë të rrugës, ndërsa makina pësoi dëmtime të pjetshme. I plagosuri u dërgua me autoambulancë në spital, ndërsa po hetohet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tonet e ashpra ndaj Partisë Demokratike pas kontratës $6 milion firmosur nga Partia Demokratike me një kompani lobimi në SBA. Nga rubrika Sy Sy, Rama ironizoi lajmin për anullimin e takimit me djalin e presidentit Trumpit, cili u mohua dhe nga vetë familja e presidentit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tonet e ashpra ndaj Partisë Demokratike pas publikimit të kontratës $6 milion me një kompani lobimi në Shtetet e Bashkuara. Përmes rubrikës Sy Sy, Rama e quajti kontratën lebetitse, duke e krahasuar me marrëveshjen e dikurshme të Lulzim Bashës me një kompani të dyshuar për lidhje me fondet ruse. Po pse duheshin këto $6 milion për këtë damk, nëse kjo damk ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytzuar vullën e Shteteve të Bashkuara, e cila është kuekume lebetitshme se kontrata e Lulit Shkret që u bë copash për të justifikuar ato $500,000 fantazm. Rama ironizoi edhe konsulentin amerikan të PD-s Chris Lacivita, duke thënë se është sjellë në Tiranë për t'i vendosur Berishës kapelen e Trumpit, por është kthyer në një version qesharak të tij. U katandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetet Bashkuara të përgjigjëstroi kënetën. E kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur bufi 80 e kusur vjeçar që flet për qartë. Si mund ka të ndiset një parti politike në këtë farfeje? Kryeministri u përgjigj edhe akuzave për inceneratorët, duke theksuar se shteti nuk financon incenerator, por mbajtjen pastër të Tiranës përmes landfillit që tashmë administrohet nga Agjencia e Pasurive të Sekuestruara. Një nga arsyet pse Partia Socialiste do të fitojë më shumë vota dhe do të marrë më shumë mbështetje është pikërisht edhe kjo, për të cilën këneta dhe moçalet rreth saj mendojnë se në fakt nuk duhet të marrë vota, sepse kaq e kuptojnë popullin shqiptar. Për çështjen Beketi, Rama mohoi sërish që biznesmeni italian ketë përfituar ndonjë qindark nga buxheti i shtetit, ndërsa shtoi se ai ndodhet në nënhetim dhe ka zgjedhur kundërshtarin e gabuar. Sali Berisha i ftuar në konferencën e Partive Popullore Evropiane që po mbahet në Valencia të Spanjës, sulmoi kryeministrin Edi Rama duke deklaruar se ka ndërtuar një narkoshtet që e mban nën kontroll me mafian. Ai shtoi se Rama ka manipuluar zgjedhjet e mbajtura në Shqipëri në bashkëpunim me krimin e organizuar. I ftuar në konferencën e Partive Popullore Evropiane që po mbahet në Valencia të Spanjës, Sali Berisha sulmoi kryeministrin Edi Rama duke deklaruar se ka ndërtuar një narkoshtet
që e mban në kontroll me mafian. Shqipëria sot është i pari dhe i vetmi narkoshtet në Europë, ku të gjitha pushtetet ndodhen në duart të një njeriu të vetëm. Sikurse e kanë vërejtur edhe bashkuesit ndërkombëtar nëpërmjet një vote të blerë nga mafia dhe ndaj frikësimit si një makineri e madhe, ai ka vënë në kontroll të plotë vullnetin e qytetarëve dhe i ka kthyer zgjedhjet në një fasadë. Shefi Selis Blu shprehet se Rama ka ngritur edhe një institucion i cili kontrollon krimin e organizuar për të qenë në shërbim të tij. Në kryeministri ndodhet një këshilltar, detyra e të cilit është të koordinojë punën e organizatave kriminale, duke nisur nga karteli i Sinaloas deri tek vëllezrit gangster brenda vendit. Berisha solli përpara funksionarëve europian çështjen me Gonigëll. Narkodiktatori i Tiranës i dha rishfet shefit të kundërintelegencës me Gonigëll për të punuar kundër opozitës shqiptare. Ai i siguroi atij $225,000, por ju siguroi se nuk ishte i vetmi i cili mori rishfet për të punuar kundër opozitës. Kryedemokrati kërkoi mbështetjen e PPE-s për zgjedhjet e 11 majit. Me ndihmën tuaj të dashur miq, unë ju siguroj se Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila rrëzoi para 32 vitesh diktaturën më staliniste të Evropës, do të rrëzoj gjithashtu edhe diktaturën e parë të narkoshtetit dhe të vetmen në Evropë, atë të Edi Ramës. Josefina Topalli beson se diaspora do të mundësoj rotacionin politik në Shqipëri. Në një intervistë për News 24, drejtuesja politike e diasporës ngre disa shqetësime sa i takon zbatimit të marrëveshjes me kompaninë DHL, e cila sipas saj nuk shkon për të marrë fletët e votimit tek emigrantët. Drejtuesja politike e diasporës në PD, Josefina Topalli, shprehet besim plot se diaspora do jap një goditje të fortë ke qeverisjes së Edi Ramës, duke qenë edhe arsyeja e largimit të tyre nga Shqipëria. Diaspora do bëj rotacionin e madh. Diaspora do bëj ndryshimin historik. Në fakt në një akt të thellë drejtësie ndaj vetes dhe ndaj kombit të tyre. Shqiptarët po votojnë masivisht, ato me sa duket nga mesazhet që ato çojnë çdo ditë, erdhi zarfi, po votojmë kundër regjimit që në fakt i përjashtoi dhe i dëboi, dhe kjo është gjëja më e bukur sepse realisht jo thjesht ne kemi quajtur viti i diasporës, po ndodh që diaspora të bëj një ndryshim të jashtëzakonshëm në Shqipëri. Topalli ndan disa shqetësime për të cilat i bën thirrje Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të reagojë dhe të kërkojë zbatimin e marrëveshjes së firmosur me DHL-n. Do të shpreh edhe disa kërkesa dhe ankesa që kam nga shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, të cilëve ka ardhur zarfi nga DHL-ja, kanë votuar, por DHL-ja nuk ka shkuar për t'i marrë zarfin. Unë shfrytëzoj rastin për t'i bërë thirrje që të bëjnë një sakrifisë të fundit, që të gjejnë zyren më të afërt të DHL-s dhe të shkojnë të votojnë. Sigurisht kam edhe informacione që në disa raste janë për shembull një person me një numër shumë të madh zarfësh dhe kjo nuk më duket se është ligjore, është një shqetësim. Ndaj dhe shfrytëzoj rastin për t'i bërë thirrje KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s të përmbushin detyrimet ligjore dhe logjistike, sepse në fakt mos respektimi i afateve apo thyrjet e tjera të ligjit e cënojnë rënd të drejtën e votës së shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Kreu i partisë Mundësia Agron Shehaj në vazhdim të fushatës elektorale u takua me banorë të qytetit të Durrësit. Shehaj tha se partia që drejton është e vetmja mundësi që nuk do të zhgënjej qytetarët. Sipas tij, mazhoranca e qeverisë vendin prej 12 vitesh ka si alternativë vetëm vjedhjen. Ne jemi të vetmit që vim nga puna, nga punë ndershme. Ne jemi të vetmit që nuk gënjejmë me broçkulla duke u thënë qytetarëve që shikoni se kur të vim ne në pushtet do jetë fush me lule, qeveria do u bëj të gjithë dhe më të pasur. Ne jemi të vetmit që ju themi që nëse themi do ulin taksat, themi që do ulin dhe shpenzimet. Ne dallojmë sepse kemi zgjedhur të punojmë, kemi zgjedhur mos të përlyhemi, kemi zgjedhur të jemi të lirë dhe nga ana tjetër,
ne dallojmë nga të tjerët sepse ne propozojmë një zgjidhje se ka bërë kush, askush në këto 34 vjet. Askush nuk u ka thënë shqiptarëve atë që ata duan të dëgjojnë, që ata duan që dikush t'i heqi shtetin nga kurrizi. Ne kemi mbi 1000 mbështetës të Partisë Mundësia, e kemi listën gati që do monitorojnë të gjithë procesin e numërimit. Dhe do filmohet, i gjithë procesi i numërimit do filmohet. Dhe nuk ka shans që vota e Partisë Mundësia të preket. Spaku kërkon t'i fusi në burg, Edi Rama të korruptuarit i merr dhe i fut në listë. Kjo është ofertë e tyre. Një shtet i korruptuar, një qeveri e korruptuar, një parlament i korruptuar, një maggiorancë e korruptuar. Vazhdon çdo ditë Edi Rama dhe sot e dëgjova fliste për ndihmën për fermerët. Fliste për ndihmën për fermerët. Ndërkohë, parat që erdhën nga Bashkimi Evropian i morën dhe i ndan me njëri tjetrin. Drejtuesi i koalicionit të Nisma Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj në një takim me banorët e Xhamllikut në Tiranë tha se këto zgjedhje janë referendum për fatet e vendit. Sipas Lapajt në këto zgjedhje ka vetëm 2 palë, ata që kanë marrë vendin peng 34 vite dhe përballë tyre jemi ne që duam ta çajmë sistemin. Ne jemi në këtë rrugë eksaktësisht për të vrarë klishet që ata na kanë thënë. Ne nuk jemi dele. Ne jemi Luana, që do të ndryshojmë atë unë tonë. Këto nuk janë zgjedhje. Këto janë referendum, sepse në datën 11 maj nuk diskutohet kush do ta qeverisë Shqipërinë, thjesht kaq. Në datën 11 maj diskutohet që një 500.000 shqiptarë të tjerë që i përkasin rinis apo profesionistëve të lirë, shtresës së mesme, të cilët ende e kanë me dilemë, a do të rrinë në këtë vend apo do të ikin, do duhet të marrin një verdikt. Nëse e vjetra fiton, nëse sistemi nuk qahet, nëse ata vazhdojnë marrin votën e shqiptarëve dhe pushtetin pavarësisht çfarë kanë bërë, një kategori prej 500.000 shqiptarësh kanë për të ikur nga ky vend, sepse në këtë vend do të vdes shpresa. Por nëse në 11 maj, në vendin ton, qytetarët e çajnë sistemin, bashkohen duke i lënë interesat e vogla më njanë, por duke aspiruar ndryshimin e madh. Në datën 11 maj do të lind shpresa, njerëzit do të kenë besim se gjërat do të bëhen më mirë, do të ketë shpresë për meritokraci, për garë, për ndryshim. Kjo do të bëjë që ekonomia të fillojë të lulëzojë, shqiptarë që janë jashtë të kthehen, atja që janë këtu të investojnë, dhe më në fund, atë dheu jonë të marrë rrugën e ndryshimit, rrugën e ngjitjes, duke e lënë pas umnerën. Po në fakt në këto zgjedhje ka vetëm 2 palë. Ka vetëm 2 palë. Janë ata që e kanë marrë vendin peng, janë ata që na kanë vjedhur 34 vite, janë ata që janë provuar në pushtet për 34 vite, dhe përballë tyre jemi ne që kërkojmë të çajmë sistemin, kërkojmë listat e hapura, kërkojmë garën, kërkojmë meritokracinë. Nga Korça, teksa prezantoi kandidatët dhe programin e PSD-s, Tom Doshi deklaroi se do të bashkëpunojë sërish me Partinë Socialiste, por shpreh kritika për mënyrën se si kjo forcë politike po i trajtojnë qytetarët. Sipas Doshit, Partia Socialiste po ushtron presion ndaj qytetarëve dhe bizneseve për sigurimin e votave. Tom Doshi, teksa prezantoi kandidatët e Partisë Socialdemokrate në Korçë, tha se forca politike që përfaqëson nuk lufton për të sjellë në pushtet Sali Berishën dhe Partinë Demokratike. Ndonë se u shpreh se do të bashkëpunojë sërish me Partinë Socialiste, Tom Doshi nuk la pas kritikat, duke thënë se nuk i pëlqen mënyra se si PS-ja po sillet me qytetarët. Ne sot po luftojmë për mandatet tona, po nuk luftojmë me Pru Berishën pushtet. Ne prap nesër do bashkëpunojmë me Partinë Socialiste, po nuk më vjen mirë mënyra se si po sillen me ju në Korçë dhe në tanë Shqipërinë. Po bajnë presion me veni punet, po bajnë presion fermerëve, po bajnë presion bizneseve. Kjo nuk është e drejtë dhe për këtë ju përgjigjeni me votë. Tom Doshi tha se fermerët e Korçës dhe të Maliqit janë braktisur nga institucionet pasi nuk eksportohet më asnjë lloj produkti. Të dhajmë shpirti kur i sheh fermerët e Korçës tu prej pemt, tu i hell çept në kanale, tu hell mollat. Sot
s'ka eksport man koqa. Këto janë politikat e gabume që i ka bën kjo qeverisje. Tom Doshi tha se PSD-ja është pranë njerëzve të sëmur, pranë njerëzve në nevojë, të cilët për 30 vjet janë lënë në harres nga çdo qeveri. Edicioni lajmeve përfundon këtu. Faleminderit që na ndoqët. Ju uroj shikim të këndshëm të programacionit në vazhdim.